Mirëmëngjes të dashur gaforë, do bëjmë një mesazh për ju dhe ai mesazhi është 6 të shpatës. Sigur, lartë në mes tani, nuk jeni shumë mirë, nuk jeni shumë keq. Tregon që po largohesh nga diçka që të ka lënduar, diçka që ka qenë jo e lehtë, por dhe kjo është shenja që jeni në rrugën e duhur dhe nëse nuk jeni duke e ndjerë akoma. Keni kaluar nga një situatë toksike, pune, marrëdhënie, vendbanimi, gjendje mendore, çfarëdo që të jetë, drejt një hapësire më të qetë dhe më të qëndrueshme. Absolutisht nuk është koha për të kthyer as fare kokën pas të dashur gafor, por të ecni përpara. Pranoni ndryshimet si një proces shërimi, nga që thash, nuk jeni shumë, nuk jeni absolutisht aty ku dëshironi, por që dhe aty ku keni qenë nuk jeni. Sado që tani nuk po duken gjërat, mund të jetë mjergut, akoma nuk jeni të qartë, nuk po duken gjërat që jeni në rrugën e dur, po ja u them, vërtet jeni aty ku duhet qenë. Çfarëdo bllokimi që keni patur, situatë të veçanta, apo jeni duke menduar të largoheni nga diçka, kjo letër ju jep lejen, të them ashtu, që ndoshta ka pasur nevojë për ju tani dhe po, është koha të bëni atë ndryshim. Çfarëdo që të ndërmeni do jetë rrugë e drejtë për ju, duke dalë nga çdo trazirë, ta them apo nga i deti 10 ballësh në ujëra më të qeta. Dhe kjo është ajo që duam të gjithë.